Aty me komende këtu se s'ko mujt as mas lute me kry atë operacion. Edhe sot qëndron që aty, po çka me bu, kom posa fat, nuk më dhem kjo. Më dhem mungesa agimit, mungesa fatmirit, mungesa e shokëve. Ajo është ajo që shpesh vi vetëm që du në që të vorresa. Shpesh vi vetëm edhe flas me ta. Mundon ajo që këta nuk e arritën lirin për ato që ka mundon, për ato që ka u fliur. Ajo është, për mu është. Në atë avtometin se e kemi sulmuna, në atë avtometin besoj se asnjë nuk ka pas, s'ka pështu aty, se s'ka pas mo asnjë lëvizje tyne. Sot dita konkursojmë herojnë e kombit Akim Selmanaj. Agenda është që smori familja të vendos lule, pastaj vazhdojmë me agendën tjetër kujtim e nderim herojt kombit. Familja mundësisht le të fillon me vendosje të lules, pastaj Ftoj për 1 minutë dërim për herojnë e kombit Akim Selmanaj. Lavdi. Ftoj komandantin e zonës operative të Kuqërkes, zotin Ramos Haradina që të përfjallë. Është nderë të bashkohemi në këtë vend ku pushojnë herojnë. Është nderë të bashkohemi në kujtim bashkëluftarit tonë të orëve e ditëve të para të ushtrisë shqiptare të Kosovës, Akim Selmanaj. Agimi i UÇK-s, agimi i ri, agimi i jonë në atë kohë ka qenë i pari e me të partë në përballje me forcat serbe, me regjimin e Miloševićit, ka qenë i pari në vijat e luftash në të gjitha vend luftimet e ushtrisë shqiptare të Kosovës, 98 e deri në ditën e sotit 99. Nuk ka betejë, nuk ka vend luftim, nuk ka operacion lufte që se ka pas Agimin, por jo të vetëm. Me shumë bashkëluftarë të zot e cilë pushojnë këtu, e pushojnë shumë në për shumë. Pra vende që janë sot shajta ku pushojnë herojnë, ku pushojnë dëshmorët e UÇK-s. Agimi ishte brezi i radhës nga familja e vetë. Para ti, baba, ashtë e familja e gjerë ishin vue, pra në mision, jo si kemi thonë ne shkatërimit Jugoslavish, po të krijimit të drejtës shqiptarëve për të jetuar të lirë, për të jetuar të bashkuar, për të jetuar një shtet në trojet e veta. Janë shumë prej tyre burgosur politik, veprimtar, adetar, shqiptar, që ne i nderojmë për jetë. Nuk është rashi që nga kjo familje vazhdon pra rrugtimin brezi i ri luftarëve. Të gjithë familja kanë qenë në UÇK, pa të gjithë, dhe Agimi e mbylli rrugtimin e vetë për lirin ditën e sotit, së bashku me bashkëluftarët e vetë shumët që i ranë për liri. Ne i kujtojmë përjetësisht, i nderojmë përjetësisht dhe do të qëndrojmë besnik në misionet e tyre për shqiptarët në liri, shqiptarët e bashkuar, shqiptarët në të drejtën e vetë. Kuptohet, ka sfida, ka vështirësi, ka dhe gabime, nga të gjithë ne. Por nuk do ta humbim asnjëherë rrugën tonë të lirisë, kur i kujtojmë dëshmorët, kur qëndrojmë me dëshmorët, me porosinë e tyre dhe kur qëndrojmë me ju në rrugën praneshëm. Ju faleminderit shumë edhe një herë, lavdi Akim Selmanaj, lavdi të gjithë ranëve për liri, i paharruar kujtimi
për djemt e vajzat më të mira të kombit tonë që ranë për lirinë atë dhe. Lavdi. Në emën familjes Selmonaj, ju përshëndes dhe ju falenderoj të gjithëve që jeni në këtë rresht në nderim të vlerave të luftës. Lavdi të gjithë dëshmorëve të kombit. Me folë për agimin, duhet kohë e gjatë. Unë agimin e kom njoftë pas ofanzivë shtatorit. Se deri në ofanzivën e shtatorit, kom qenë në shtab lokal në Rasheq, kom qenë në kohë në Drenicë, edhe pas ofanzivë shtatorit jam këty këtu. E kom gjetë me një bagazh luftetarit të përkrym, i përgatitun për gjithë shka. Aty, ku ka vendosë me hi agimi, o konë problem dikush me njekë mas. Më ka lidhë muhabeti shumë me to, ka qenë mik, ka qenë shok i dashton, po ka qenë tremi madh, edhe aksionari madh. Ai nuk ka ditë me nejt, nuk ka ditë mu bo rahat, për çdo luftetar që na ka ra ose është plagos. Ai me njëherë ka këshyrë me marr hak. Kom kalu kohë një gjatë me ta, edhe e kem pas një aksion pas ramjes se herojt e kombit Agron Rama, edhe bashkëluftetarëve në Goden, në rrugov të Hasit, edhe në atë pjesë që ka ndodhur me 27 janar me Saudi, me 31 janar, do më thonë 4 ditë më vonë, agimi dhe astriti ishin konë të e bo dërtë sa kanë marrë vesh që kanë ndodhur ajo dhe në kanë vrarë shumë bashkëluftetarë aty, me marrë hak për ta. Edhe unë Fatmiri ishim mafer, çka në pyetje tha qështu, i shkon mirë, tha me bo qëtë punë. Është mirë, apo do një me bo, po. Edhe unë Fatmiri me nëzis prejtë me do ju bashkan gjete. Kem pas një nivë e cila u kone... Sa zgjatja i diskutimit? Me thonë 5 minuta, se të ne nuk ka zgjatë kur gjohë ma shumë, kur kem vendos me një herë dhe nuk ka pas dikush... Po ne ishim një rreth që gjithmonë ishim bashkë. Qka do që vendosim, ne e bëjshim. E caktuar ku... Jo, për momentin nuk e caktuam. Jam murëm komandantit Dautit niven, ka pas një nivë që vozit ke për nevoja vetat edhe të shtabit të asi, jam murëm edhe jekem në një farë mënyrë. Nuk e ka ditë kërkush që kemi bëhat punë. Edhe kem vazhdu nis. E dishim që nis, dita nuk ish, do më thonë, nuk ish as forcat tonat, por nuk ish as forcat e serbe përveç magjistrales që qarkullojshin në atë kohë. Unë edhe kom lind në atë fshatë e një shatër e në mirë, po e njëshin edhe bashkëftarët e mi që ishin bashkë. Kemi dalë një pjesë kutirët u dhe e gashit. Unë edhe agimi, kemi dalë në onën e djathtë u zgashit të magjistralja, kurse astriti edhe Fatmiri kanë dalë në onën e majtë. Agimi e ka pas një Kalashnikov me veti, e ka pas edhe një pushko mitralez të letë, i cili u konë me shpejtësi, po e qitën shpejtësinë e tretë. Vetëm ja prej komzën, ai nuk ka mujtë mund dalë, po e qitë 8 pluma. Ka qenë orë me shpejt për akcione për kryme. Edhe e murë me veti, unë kisha martojt krahut edhe Kalashnikovin. Fatmiri ka pas top dore me nitroglicerin, ka pas edhe Kalashnikovin, kurse astriti ka pas martoj edhe Kalashnikov. E organizuam pritën mirë, edhe kur ka ardhur një makinë na iki pak prasim e mbrinë aty. Po e dyta kur ka ardhur, ishte makinë ushtarake ajo? Makinë ushtarake, po. Ka qenë e blindume me dorjeta peranash, sa e di kanë qenë tipit Citroen, disa që i mojshin që atasi. Agimi u koni pari që ka gjujt atë makinë. Edhe ka gjujt me mitralez, sa jam ka hup krejt. Kur ka kalu ofër neve, largësia ka qenë 4,5 metra, absolut asnjë sa më shumë. Ishte ballore kështu? Jo, ansore. Ansore, na e lamën ashtu edhe agimi e gjujtin ball, po derisa e hupën ata kontrollin, janë afruar fermeje, unë kam godit në pjesë të pasme me martojt krahut. Edhe vesh ajo rrotullu, astriti nikosisht pejonc tjetër e ka gjujt me martoj, do më thonë 2 predat martoj se kapen nikosisht ato. Edhe ajo vesh u eliminu. Këta se ka ndohë edhe Fatmiri, edhe agimi me mitralez, nuk e ka ndohë diku një ma mërmene një 200 pluma e kanë shprasën ta. Nuk ka pas mundësi me pështu kurkush aty. A kish edhe prapa automjetit? Nuk vishin me një herë. Aty që a konë që di se një punkt i tyne ka qenë shumë afer aty. Edhe asë një reagim nuk u bo, se ata nuk e kanë prit, që në afërsit ati punkti keme shku edhe me kry një akcion t'il. Edhe jonë befasu, nuk kanë dita që ka ndodhë.
kur kemi gjujt, kur ka gjujt Agimi, edhe une, nikosisht kanë fillu edhe ata me gjujt edhe mu më ka kap një plom në anën e majtë në gjoks, edhe më ka rëdzu. Po jem qu prapë se nuk e dita as vetë çka ndodhi, çka më goditi. Në atë moment nuk e dita. Edhe jem qu, u e kryjmë aksionin, u tërhekem, kom eci ku një 100 metra, edhe ju thash djemë unë jem plagos. A kështë gjykësorën e këtu? E shpoj gjykësorën, kisha antiplumin, e shpoj, edhe më kishë mërë plumi mrena, edhe sot e kom mrena atë plum, po e mora vesh se gjakderdhja mrenshme, tu më shku mrena tesha, edhe u laga poshtë, kur peshti dorën në nxira, dorën kretë kosh shpizhakut. Edhe për ju thomë këtyri jem plagos, tha jo që s'është e mundër, thash jem plagos, thash so ka me një harmonimi, thash edhe nuk jo mirë, Agimi me njëherë më ka hinë nër dorë. Edhe më ka kap, as rriti knej, e Fatmire e nalë për mas, tha të rek në ju Ademin, tha unë e po rrini distancë, tha mos ta vjen kush prej masit. Edhe më kanë qu deri të nive, ku e këm pas ofër shkollës i snisit. Aty veç kom fillu me hub vedijen. Po, janë nisën në më dridh goja dhe me shtërgu dhëmë, e ka hek Agimi dorëzën, e ka palu dorëzën e vetë edhe më ka shtin gojë, që për punë mos me i thy dhëmët. Mas një kohë më ka arë vedija, prapë në dashinat së më ka arë vedija. Ishin konë të umlidhë që Ushqela, komandanti i batalionit 2 brigadës 132, na kanë hek prancirin ato dhe të umlidhë, të shtërgu, me Agimin bashkë edhe me këta. Edhe kur më kanë shtërgu mirë, ta shtërgom një thash se po ma donë që ashtu. Kur më kanë shtërgu mirë, jëmë shu prapë, kom mirë, më hip nive dhe më kanë qu në spital në Zhebel. Bile kur jëmë shku në spital, e ka pa Ali Berisha, doktori, që ka bo shumë për neve. Kur e ka pa plagën, ku jem plagos, tha ti pas ke linë natën e madhe. Thash, nuk po di kur jem linë, thash, po këshirë, thash, se jem ka du me shku sonte, që shpesha, thash, është finish, jam. Na ka met pak municion, se gjithmonë kemi rujtë, se kemi menu pjesën e tërheqjes, që nuk jem gudzu me met në atë mënyrë. Na nuk e dim sakt sa kanë ra, po e dim që të nesërmen, ose beja kanë ardhë drejt e komandanti zonës të Ramushi, dhe të Dauti, dhe të Asi, dhe sa e di kanë konfirmu që kanë qenë 9 vdekun. I kem pasur do tranzistore, do radio të vogla që i dëgjojshim lajmet ato, edhe vetë serbët e kanë pranuar atasi. E di që aty nuk ka pas mundësi me pështu kërkush. Kërkush, se një kombi qase, më godit për 2 mërtaja, e për një 200 pluma. Nuk ka mundësi absolut me pështu askush. Në fakt ata u mundu në po gjithë shka, po të unë ish plaga qasi loj që plumi kishtë dëpërtu bashkë në anën e majtë. Edhe kish me të mrena. Për ndërhyrë, për operacion, nuk ish asë një mundësi. Edhe faktikisht nuk ishin edhe qka me mbo. Kretë qka u dashke me mdonë dhe qka për qëtësim për dhimt me mi pushu. Se absolut nuk ishin asë një mundësi tjetër me bo diçka. Unë edhe sot, do me thonë që 20 e sa vite mas lufte, atë me komende këtu se s'ko mujtë asë mas lufte me e kryja atë operacion. Edhe sot që ndronë që aty, po qka me bo, kom pas atë fatë, nuk më dhemë kjo. Më dhamë mungesa Agimit, mungesa Fatmirit, mungesa e shokëve. Ajo është ajo që shpesh vi vetëm që dunë që të vorresa. Shpesh vi vetëm edhe flasë me ta. Mundon ajo që këta nuk e arritën lirin për ato që ka u mundon, për ato që ka u fliun. Ajo është, për mu është, e kom pas besimin 100% që edhe me vdek me ta, u konë knashësi, edhe me vdek me ta. Edhe vdek e u konë amel me ta. Po, faktikisht, kur sot në liri, gjithmonë është sikur me ta jek një pjesë trupit, se në atë kohë nuk kom pas babë, nuk kom pas nanë, gjithë shka i kom pas këta. Edhe këta mu, njejtë, jemi konë ashtu. Qëtë fatë e kem pas, s'po di. Inshallah, Zoti nuk e hup mundin, familjet e tyre inshallah kanë jetë gjatë dhe inshallah e kujtojmë që është mas miri. Me Agimin na nifim pej fëmijërisë, jemi edhe gjenerat, edhe ishim në shkollë bashkë. Unë jam një gjenerat para tina, po shkollën e kemi kryer bashkë një që edhe ishim të kyqën në shtëpi çlimtare, edhe si ide për Agimin na erdh me muhakmarr për grupet e UÇK-s se ran grupi i Birstazhinit dhe grupi i Mujkrasniqit. Edhe vendosëm me dal mi marrë një aksion në hakmarrjet dëshmorëve dhe shokëve tanë si kishim, edhe unë nisim për atishit e bisedu me Agimin, e unë nisim me Fatmirin, me Adem Islamin, edhe shkum dulem të rruga i Sniqit, të rruga Pompa me Pistan i thojnë. Diskutuam në fshatin e atish, aty ku kishim qendren, ku ishim vendosun,
edhe u nisëm për atyjit, edhe u nisëm me Agimin, Fatmirin edhe Ademin. Edhe shkum atje, por sa mretëm aty të vendit ku e kishim vendosur me marrë aksionin, një vetur e forcat serbe na kaloi, po na u vendosëm shpejt aty edhe erë tjetra, edhe u vendos Agimi edhe Ademi, ishin përpara, unë e Fatmiri ishin mas tyne në rrugë. Në kohën të informuam, generali Daut Haradinaj edhe gjithë ishin të informuam, po u nisëm vetë në të katërit, edhe shkum aty, po sa më rritëm të vendin gjarës aty, ka arë vetura e forcave serba edhe i pari ka gjujt Agimi edhe Ademi. Ademi fishek të parë se në kanë hetu shkjetë dhe kanë gjujt Ademi në ka kapë plagos, këtu e ka kapë në qëtë pjesën kënej. Edhe Ademi i plagosën e gjujtë me mortaj në drejtim shkive, edhe Agimi gjujtë edhe une me mortaj e gjujtë pjesën tjetër, edhe Fatmiri me kallash edhe me topdore. Besoj se u konë kolonë, si një vetur vish në kaloj dhe i sa dulem me të të vendi ku ishim vendosë për me marrë aksionin. Edhe ku arë vetura dytë ata kemi godit, edhe e kemi godit ata dhe kishim veturën pak ma poshtë një 200 metra, edhe u nisim ka shkum të poshtë Ademi na tha, ka dalë tha si jëmë plagosë, edhe na, adin si me hëmërë e morë ma të huni, tha, mjama si plagosë, vi që ka do, këtë si e i plagosën, o vëllaj, tha, po se jëmë ka ndi, tha, se a kam vjen një farë si likësie, që tash nejse edhe hypëm vetur, edhe ka shkom rrugës, të buhajgate në shaka me Ademi, një jëmë plagosë, fisim plagosë, edhe nisim drejtim Zhebelit e qumë spitali ushtar, ku ishë spitali vendosën. Edhe vendosëm atje, jepën ndimin e parë Ademit, edhe vazhdum të njëna, shkum të komandanti i zonës të Ramushi, edhe i shtim një ushtar, i tham, jemi Agimi edhe Astriti po dojnë më ardhë, i kish pa thonë të i ushtarit, e pas kanë bona i shërë ata si në ardhë, se nuk vinë për gjithë shkata, edhe ne si mi balë në pranaj Ramushi i mëranda të, tha qa keni bo, hajtë ka zonë një shpetë, sa fashere keni bo, thamë qështu, tha, a i një pështu krejtë, thamë po i mi pështu veç Fatmirë, Ademi Sljama është i plagosën. Ku është Ademi, thamë e qumë në spital është, të e marë ndimin e parë, të jep ndimin, edhe qështu vazhdojmë të një. Po në atë avtometin se e kemi sulmuna, në atë avtometin besoj se as një nuk ka pas, s'ka pështu aty, se s'ka pas mu as një levizje tyne. Po ajo me numër nuk e di sigurt, po ajo o konë makinë ushtarak aty, duhet me pa pas bukur shumë me numër. Ka pas informata se në atë kohë me 31 janar, ishte data, në atë kohë o konë armë përshim. Edhe të nesit me gjesë, jënë shku OSB edhe jënë anku të komandanti zonë se e kemë prish armë përshimin. Se ka ndodhur një rast në rrugën Magjistrale Dëshanpej.